Salam aleikum. A është në rregull që dhoma e fjetjes e një çifti të shfrytëzohet nga familjarët e tjerë të burrit? Aleikum salam. Kemi dy situata. Situata e parë kur ajo familje i ka kushtet e dobta edhe nuk kanë dhoma të mjaftueshme. Edhe situata e dytë kur janë elhamdulillah mundësiat edhe dhomat për me mujt me nejt edhe mos me shfrytëzu dhomën e këtij çifti. Në rastin e parë, kur janë kushtet e dobta, duhet me pas mendoj mirë kuptim mes familjes. Mos më u bë egoiste në këtë rast, as nusi apo as djali, edhe me mbyll dhomën dhe me u detyru me nejt në ndonjë korridor, ose në ndonjë balkon, ose në ndonjë parahyrje, këtë familje, ku e di çka. Ne kemi pas raste edhe nëpër familjarët tanë, po ndoshta edhe vetë kemi qenë të tillë që kushtet e kanë bërë vetën që jemi detyruar me shfrytëzu ndoshta edhe dhomat e fjetjes për rastet të caktuara apo edhe pse jo edhe për ndaje. Prandaj unë këshilloj që me pas mirë kuptim familjar kur nusja edhe djali në këtë rast, pra çifti, e shohin se këtu domethënë familja e ka gjendjen e keqe, edhe duhet me bashkëpunu komplet familja me dalë domethënë me ecë përpara. Nga ana tjetër, nëse janë kushtet e mira, alhamdulillah, mundësiat janë për me i lanë në rahat këta dy trije dhe dhomën e tyne mos me prek, domethënë do të kisha këshillu që me i lanë pak privatësi këtyne dy trive ose këtij çifti, edhe nëse nuk janë tri, edhe mos me i detyru që ata me mbajnë derën qel, edhe me hynë kur dojnë të tjerët, edhe kur dojnë me hynë, kur dojnë me dalë, sikurse në pazar. Pra me pas një rregullore, sepse Islami e vlerëson privatësin edhe i jep edhe ju lejon privatësi çiftit mes tyre. Prandaj është mirë me gjetë një mesatare, nuk po du me thonë jo s'lejohet ata me shfrytëzu dhomën, as nuk po them lejohet ata me hyrë sallamadi. Varet prej rrethanave, por gjithmonë me pas me mirë kuptim mes antarëve të familjes.